Qenë Shajipi ka lind me 10 tetor 1946 në Preshev. Shkolla fillore aty e ka kry, shkolla në mesme teknike në Mitrovic, fakulteti një vjet mandej 64-65 ka punu në Preshev si teknik. Kur është hap kjo fakulteti i ndërtimtarisë, është regjistru në Prishtinë. Edhe studimet këtu. Ka nisën vitin e dytë është zgjedhur kryetari i studentëve të fakultetit teknik, mandej është zgjedhur kryetari i studentëve të lidhjes së studentëve të Kosovës. Ka qenë 2 vjet, mandej ka qenë i zgjedhur sekretari i komitetit të shkollave dhe fakulteteve të Kosovës. Ndoshta më i ri vjen në atë kohë ka qenë, në Jugosllavi. Aty mandej ka qenë edhe deputet, ka qenë antar i komitetit, mandej ka kalu në lidhje socialiste si për informim, ka shku ushtar, mas ushtar, ka qenë drejtor i investimeve në televizionin e Prishtinës që ka qenë themelimi sipër, mandej kur ka qenë kryeredaktor i programit informativ të televizionit të Prishtinës. Në atë cilësi ka shkue me përcjelljen e Titus. Informacioni ka qenë televizion drejt për drejt, unë e di dikun 11:30 natës. Lajmet e që atëherë është dhënë që ka vdek. Mandej mes në 2-3 ditëve, tesa ka ardhur në aeroport, pi aeroportit Prishtinë, pi Prishtinës, Preshev në varrim, çështu kanë thonë, se në sulm në zemër në ujë. Bile edhe tjetëri kanë qenë grupat të 3-4, edhe Fadil Bujari me ndi që ka shpëtu, edhe një 2 javë kanë ditë spital. Po të në ka qenë vazhdimisht të shfolën, që ka dhe për organeve shtetërore, sigurimit ka pas njerëz që kanë folë, që kanë thonë qështu. Kështu që është folë, vazhdimisht është folë që është mytë. Është mytë qysh tek nuk e di. Ajo, dikush më ka thonë mu me emër, për kush ka shku për Kosovës, dikun 5-16 ditë para se me udhëtu atë. Aji thot me një fjallë thjesht me pregatit tereni. E kom përjetu si fort tragjike, fort pa kuptim, fort ata bile shpjegojnë, japin disa këshëm edhe notimin nuk e ka pas kumidi qka. A i ka shku regullisht në për detin pushim. Si antari familjes, po dhe tjertë, ka lloj dileme. Dileme që gradualisht mendoj mi hulumtu, mi këshyrë. Vetëm ngushëllimi, telegram ngushëllimi, petitës. Drejtëm do thonë, unë e kom vendos me hulumtu këta, ama tash përshkon me vështërsi. A që në Serbi nuk janë qelën këto dokumentet e vjetra të arhivit shtetëror të sigurimit. Po dhe në Shqipëri nuk ishin qelën. Në Shqipëri kom kërku me shkrim. Me shkrim ka thonë është nuk është e hapër edhe ma shumë informata s'ka. Vetëm thoi, landë është, po është e mbyllë, nuk është e qelë. Arhivi shtetëror të sigurimit, të organet të punëve të mbrëmshme, ato i kom lypën e. Jo arhivit përgjithshëm që thojnë, por të sigurimit, të organeve të sigurimit. Kërku sa ma shumë objektivitet dhe realitet. A është reale, as është reale. Se kom dërmend me akuzuj njeri jo kështu jo ashtu, ka ndohë ajo. E di që një periudhë e tillë ka qenë politike, organizative, qështase, që ka ndohë, ka pasën pasoja. Por, unë nuk kërkoj fajtor kështu në atë kuptim, po sistemore, po, jam për më vërtetu e vërtetë.